Petula ke xhaxhi. Kjo I marrë varkën I. Po, shira e parë. Mirë mëngjesi nga Tirana. Tani po iki në punë, do të them që nga dur si kemi ardhur dje, jemi kënaqur pafund. Nuk kam xhura mjaftueshëm sepse doja që ta shijoja më shumë. T'ishte tamam ditë pushimi. Dhe jam kënaqur shumë edhe do shkoj sërish. Dua të shkoj ta bëj kështu taksative çdo të diel. Anyways, tani po shkoj në punë. Përpara se të shkoj në punë, do ik të marr një pako se më ka ardhur nga Temu, edhe të bëjmë unboxing bashkë. Kështu që ikim dhe marrim gjërat që më kanë ardhur nga Temu. Duar bosh, sepse si duket pakoja nuk kam pritur akoma. Ju thash me duar bosh dhe jam me duar bosh. Nuk e di se çka kishte ndodhur, por pakoja nuk ishte aty. Ma më erdhi mesazh që do të shkoj të marr pakon brenda 3 ditëve, dje nuk shkova dot, kështu që thash po shkoj sot në mëngjes. Ja u shpjegova edhe juve. Shkoj sot në mëngjes atje, emri ishte atje, do të thënë ishte në listë, edhe firmosa Madi, sepse supozoj që pakoja do të ishte aty. Vajza nuk I gjeti pakon, edhe unë I thashë të lutem mund të komunikosh me postën për të marrë vesh se ku është pakoja, duke qenë se nuk kam edhe shumë mundësi të shkoj gjatë gjithë kohës për të parë nëse ka ardhur pakoja apo jo. Më tha që nuk e kam për detyrë. Do ta telefonoj, po do më lësh numrin e telefonit edhe pastaj do të komunikojmë këtë andej. Thashë lutem mund ta marrësh tani. Nuk e mori, më kthye shumë keq, as unë vetë nuk e kuptova sepse është një problematik midis postës edhe vendit që kanë bërë ato për pick-up. Nuk është problemi im. Problemi im do ishte nëse unë nuk do kisha shkuar brenda 3 ditëve, nuk do kisha shkuar me kartën e identitetit. Nuk e di. Ky do të ishte problemi im. Po nuk është problemi im që juve ju ka ardhur lista dhe nuk e keni kontrolluar që pakoja është këtu. Se mund të jetë edhe kjo, që kanë bërë listën edhe e kanë çekuar sepse të vi lista me emrin, me barkodin dhe me çdo gjë, edhe ta bësh check që kjo pako ka ardhur në vendin ku unë do ta bëja marrjen e tij, edhe më pas të thuash që nuk ka ardhur, tani nuk e di. Unë do pres. I kam shkruar postës, do të thënë po, postës, edhe po pres që të më thonë ata se çfarë po ndodh me pakon, edhe ku është pakoja. Desh thua qafën në dyqanin tim. Doja vetëm t'i tregoja fusanin që vendosa në manekin sot dhe boom. It's this one over here and also this one over here. Nuk e di sepse këto janë në anglisht, ndoshta nga që kisha një kliente të huaj sot edhe po flisja vetëm në anglisht me të. Gjithsesi, duhet ta pranoj që kam gabuar me përzgjedhjen e këtyre manekinëve, edhe më duhen manekin të tjerë që janë trup normal. Nuk e di sepse I zgjodha këto Kardashian, se ç'më tha mendja që do dukeshin bukur. Okej, këto janë shumë bukur, po janë vitet shumë të mëdha, nuk I bëjnë gjysmat e fustaneve, unë nuk I vesh dot aty. Do të thënë besoj se më kuptoni. Edhe detyrohem që të vesh vetëm fustane të gjëra, do të thënë me fundin e gjerë, veref, si ta shpjegoj, nuk e di. Prandaj do porosis një tjetër, patjetër më duhet të marr edhe një për kostumet, kështu që nesër në mëngjes që e parë që do bëj është kjo. Do të thënë të porosis 2 manekinat edhe të bëj takimin për tabelën jashtë, sepse u bë kaq shumë kohë që unë flas me kushëririn tim, kur do vish, ai më thotë më shkruaj ti, unë harroj ditën tjetër, edhe kanë kaluar 2 javë. Kështu që do ta marr nesër, do I them të kalosh tani apo si e ke hallin. Si e ke problemin. Që ta e qave se për ndryshe realisht do më ngeli pa tabele dhe pa një numër telefoni aty poshtë. Kështu që po. Këto ishin updated, po këtë fusanin do ta marr patjetër ta laj. Nga transferimi që kemi bërë, kanë marrë shumë pluhur fustanet, edhe po shikoj ato që duhen lar patjetër, edhe disa që duhen shkurtuar. Pun. Mendova se po regjistroja, por jo, kam fikur dritën edhe do iki. Ora është
6:30, po shkon 7, edhe më duhet të shkoj patjetër te rroba qepsja sepse kam disa gjëra për të rregulluar dhe për të marrë gjithashtu. Life is a winding road, no telling where it goes. Mirëmëngjesi. Nuk kam nxjerruar këtë ditë, por kam bërë thonjtë të duarve dhe të këmbëve, edhe tani po ikim në punë. Çfarë më pret mua sapo vi në dyqan? Që ta kuptoni, sot në mëngjes, që në 7 të mëngjesit, ma merr posta në telefon edhe më thotë që përshëndetje, ku mund ta sillim pakon, edhe për një moment u gëzova se mendova se mos ishte pakoja që unë ju fola, por jo, ishte një pako tjetër dhe kjo është nga Blesin by BS. Po ja u lë këtë poshtë ta shikoni faqen në Instagram dhe ka marrë këtë setin e satenit që është bërë besoj shumë viral. E di, isha në shumë dyshime se çfarë ngjyre ta marr. Thash ta marr kaf, ta marr jeshile, ta marr të verdh, bezh, të bardh. Dhe nga gjithë ngjyrat e botës, ndodha të e zezë. Edhe mora të zezë. Se mora të zezë se ç'a bëj tani? Me zezën je fine, gjithsesi. Edhe kjo më pëlqeu për faktin se është e mbyllur edhe nga mbrapa, pra nuk është kurriz jashtë, sepse unë nuk i vesh, e dini tashmë. Edhe vjen kështu si me rrugë këtu përpara. Shpresoj të ke marrë masën e duhur. Shpresoj, mos kem gabuar. Edhe këto janë pantallonat që janë me plastik. Po, kjo ishte pakoja. Nuk ishte ajo që unë po prisja kaq kohë, kjo është cilë brenda 24 orëve që ta kuptoni. Kur posta e bën punën siç duhet, pakoja vjen për 24 orë dhe nuk e humbasim pakon. Gjithsesi unë do flas sërish me postën që nuk e ka sill pakon akoma për të pyetur se çfarë po ndodh dhe ka ndonjë lajm apo jo, sepse u tej zjat kjo gjë. Unë ju kam folur juve pak sekonda më parë, por nga ai moment kanë kaluar një javë që ta kuptoni që unë nuk kam cilluar, po anyways, kjo është temë tjetër, kjo pastaj më përket mua. Sa kam ardhur në dyqan, kam des direkt kondicionerin se ju betohem, është një avull, është një nxehtësi që nuk di t'ja u shpjegoj, po gjithsesi jemi okay, besoj jemi okay, edhe po vjen çik fresk tani. Që do bëj unë, do bëj shaminja sot, kam goxha shaminja edhe do të mbledh disa prej fustaneve që kam për t'i shkurtuar dhe t'i çoj për t'i shkurtuar sepse po vijnë datat e rezervimeve, do të thënë datat që kanë rezervuar gocat, edhe më duhet që t'i bëj gati. Po xhiroj me telefonin e ri, edhe po xhiroj me kamerën përpara, po nuk kam kthyer kamerën kështu, edhe më super pëlqen që mund ta bëj këtë duke mbajtur telefonin drejt. Bravo, able it. Bravo. Pa kondicioner nuk jetohet përfundimisht. Është super shumë vap. Është aq vap sa që unë marr gjithmonë një kapse me vete ose më saktë njërin e kam këtu te puna. Edhe kështu. Sinqerisht, wow. Super mega vap. Okej. Si jam në qendër më të mirë, po gjithsesi jemi okay. Vap mos kemi. Na erdhi mami na solli akullore. Ju lash kur ishte mami në dyqan dhe na kishte sill akullore. Sa kemi mbaruar akullore, na kanë ardhur njerëz në dyqan, edhe deri tani që është ora 8 isha full e zën. Unë e mbyll në orën 7 zakonisht, kështu që mendoj në vetë. Edhe tani po iki. Dhe u kujtova që unë nesër në mëngjes e kam lënë që të shkoj të bëj disa analiza, që do të thotë nesër në mëngjes nuk do të pija as ujë as të haj bukë. Edhe u kujtova që unë ato letrat i kam lënë këtu. Kështu që doja të ikja, imagjinojeni, pa e marr, e do i kisha shtyr domethënë.
prap pa shkuar. Gjesti, jam në kohë që t'i marr edhe nisë në mëngjes të shkojmë të bëjmë analizat. Unë jam shumë frikacake, por besoj se doja dalë se të shkoj me një shoqe nga lagja, me kunatën e Kristit. Po, se unë kam frikë. E kuptoni vetë ju. Tani të mbyll dyqanin, të marr letrat, të mbyll dyqanin edhe për shtëpi. Këto janë të gjitha analizat që do bëj. Mirë mëngjesi, thash do ikim të me analizat. Atje po shkojmë. Kam shumë frikë njerëz. Nuk e di, po analizat e kam verrem. Driving through days and nights, won't stop for traffic light. Good morning, nga disa ditë më vonë. Fakti që kam lënë për gjysmë videon kur po bëja analizat është për faktin se atë ditë marrë një lajm as pak të mirë, më them një nga lajmet më të këqija që kam marrë deri më sot, edhe nuk më takon më ta them, e mbylla, nuk xhiroja dot për disa ditë. Sot thash po e hap pasi kam për të shkuar tek Eri për të bërë disa gjëra edhe do takoj dhe Jonën, kështu që do t'i marr me vete sot edhe ta mbyll vlogun sot. Më fani, po bëjmë planifikimet neve këtej. Se kam nisur një vlog, po ka shumë kohë edhe thash do takoj Jonën sot. E Jona. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head.